Pavarësisht kushteve atmosferike, besimtarët ortodoks kryen këtë të martë ritualin e ditës së ujit të bekuar. Në Korçë, ceremonia filloi herët në mëngjes, ku pasi u kryen të gjitha ritet fetare, mitropoliti i Korçës, Hirësia e tij Imzot Anastasi, hodhi kryqin në ujërat e shatërvanit të qytetit. Kryqi i shenjtë u kap nga Iriu Ervis Rakipi, i cili e merr këtë bekim për herë të tretë, duke u konsideruar një shenjë mbrojtjeje hyjnore. Edhe në Berat, ceremonia u mbajt në kishën e Shën Dimitrit, në qendër të qytetit. Imzot Asti me kryqin në dorë dhe në tinkujt e këmbanave të kishës ju drejtua lumit të sumë për të hedhur kryqin. 10 të rinj nga të gjitha lagjet e Beratit u hodhën në ujin e ftohtë e mes tyre këtë vit ishte edhe një fëmijë 8 vjeçar. Kryqi u kap nga 15 vjeçari Fabio Nacho. Moti me shi nuk ndali as besimtarët ortodoks të Elbasanit të kremtojnë ditën e ujit të bekuar. Hedhja e kryqit u bë në një nga pishinat e qytetit dhe 3 të rinj garuan duke sfiduar temperaturat e ulta. Ishte 14 vjeçari Hermes Halili, ai që nxorri kryqin nga uji. Quhem Hermes Halili, jam 14 vjeç dhe është një bekim i madh për mua që mora kryqin këtë vit. Perëndia të bekojë, bravo Hermes, të lumtur. Bekimin e Zotit, urime. Në ceremoninë e zhvilluar në Florë, i vetmi që u hodh në det dhe arriti të kapte kryqin mes dallgëve ishte 30 vjeçari Mario Nesturi. Pak kushtet vështira atmosferike, po mendimin e Zotit ja dolëm. Ndërsa në Fier, kisha e Shëngjergjit e organizoi ritualin në Shatërvanin në sheshin Europa. Për të dytin vit radhës, kryqin e nxori 18 vjeçari nga Roskoveci, Samuel Kola. 18 vjeç nga Roskoveci. Është hera e parë? Hera e dytë. Radhasi. Shumë. Një mesazh. Ndihmë i bekuar. Falenderoj Zotin mbi gjitha, familjen tim dhe miq. Durrësi dhe disa qytete në veri e anuluan këtë ritual fetar për shkak të motit të keq. Dita e ujit të bekuar kremton pagëzimin e Krishtit. Kryqi duhet të kapet nga besimtarët dhe simbolizon pastrimin e ndriçimin e tyre. Ata marrin prej ujit të bekuar për ta ruajtur gjatë gjithë vitit e për të spërkatur shtëpitë e tyre.